ata shohim tre gjëra. E para, kur ti I zbulon dhuntit shpirtërore. Ndaj njëri ose shumë prej jush I kanë zbuluar, nëse dikush akoma nuk I di kush janë dhuntit shpirtërore, ka zgjedhur të besoj Krishtit, por akoma nuk I di kush janë dhuntit shpirtërore, nxitja ime do ishte në këtë udhtim të dishepullit. Ti të zbulosh jashtëmase më tepër, nëse I zbulon, sepse të ndihmojnë ty këto gjëra. Madje për ta lehtësuar, ne kemi gjetur këtë në anglisht, për të gjetë testin e dhuntive, nëse më ndihmon me QR kodin anglisht. Në anglisht, lëvizja ICF ka një test të thjesht, është pak I gjatë fakt, por është thjesht për ti lexo fjalinë dhe zgjedh nga 1 deri 5 si jam unë këtu, 2, kalo ke tjetra, 5, kalo ke tjetra, 4. Edhe në këtë lloj forme, edhe ai testi natyrshëm duke përgjigj pyetjeve të zbulon ty dhuntit. Shiko, nëse nuk e skanon dot se nuk po të nezë telefoni apo s'ke bateri, I ke të printuara te tavolina dhe Gjeni apo Bora, kushdo që do jetë atje, do të ndihmoj. Nëse nuk je mirë me anglishten, kemi edhe për ju që jeni online, na shkruani, nëse nuk I skanoni dot kodet, edhe Erilda ose dikush nga skuadra do të çojë linkun. Kështu që nëse nuk je mirë me anglishten, e kemi në shqip. Edhe kjo në shqip është më mirë. Sepse e kam bërë vetë. Kështu që e kam bërë vetë gjithë të kohë, edhe është shumë I detajuar, është me 11 faqe, por është me shumë detaje. I bukur, e kam qenis kështu, cep me cep. Kështu që nëse nuk je mirë prap me këto me QR kod edhe me këto gjëra, të dy QR kodat e ke tavolina dhe për anglisht dhe për shqip, por nëse nuk je mirë as me këto gjëra, kemi printuar 10 ose 15 kopje të printuara që mund ta marrësh kështu për letre. Veç zbuloje dhuntin tënde. Madje të mërkurën gjithë ditën nga ora 7 deri nga ora 9, jo 7:20, më fal. Nga ora 9 deri në orën 7 masdite, unë do të jem gjithë ditën aty për të folur me ty, nëse ti vjen me dike, apo 3-4 veta, apo më shumë, për të folur për këtë gjë, si të zbuloj dhuntit e mia, nëse nuk ke arrit të zbulosh dot. Dua vetëm si të ndihmoj ty dhe secilin prej jush, nëse nuk arrin të bësh vetë, që mendoj që është thjesht, nëse duket e ngatruar, gjithë ditën të mërkurën do jem aty për të ndihmuar. Është pse? Sepse është shumë e veçantë. Siç thot shkrimi, Psalmi 139 vargun 13 dhe 14 thotë kështu: Ti Perëndi ke formuar të përbrendshmet e mia, ti më ke endur në barkun. Vargu 14. Për shkak të kësaj, unë do të kremtoj, unë do të lavdroj, unë do të falenderoj, sepse jam krijuar në një mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë mrekullueshme. Si mbyllet pjesa e fundit. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kështu që unë e di, nuk kam disforia, unë nuk jam konfuz, nuk jam depresion, nuk kam stres, sepse e di kush më ka krijuar, si më ka krijuar dhe për çfarë më ka krijuar. Edhe vargu I fundit thotë unë e di shumë mirë këtë gjë. Edhe uroj shumë që shumica prej jush, të gjithë ju do të thoni, edhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Edhe nëse nuk e di, kërkon ndihmë, sepse duam që secili prej jush është ta gjej, ta kuptoj dhe ta praktikoj dhuntin e tij. Si kuptohet dhuntia në gjëra të vogla? Prit se ta imagjino të gjej një shembull praktik. Jem ledh për vitëri me gjithë shtëpisë. Për vitëri me gjithë shtëpisë, është festë e madhe. Edhe është dikush ti shkon me mush një pjatë aty me ato gjërat, duke pengohesh edhe të derdhen ca gjëra nga ato pjata. Si do të reagonin njerëzit sipas dhuntive të ndryshme? Unë mendoj kështu. Ai që ka dhuntin e mëshirës do thonte, "O sa keq. Ai je mirë ti, po varje pjatës." Ai që ka dhuntin e shërbimit, çfarë do thonte? Mos më rako se e pastroj unë. Ti shko me mush pjatën se e pastroj unë këtë që po bën ti. Po predikuesi çfarë do thonte? Ja, kështu të not kur si e kujdesshëm. Mësuesi çfarë do thonte? Ndodhi sepse kishte edhe më shumë nga njëra anë, edhe kishte edhe më pak nga ana tjetër, edhe si ishte në balancë. Dalluesi çfarë do thonte? Mos u mërzit, të gjithëve ju ka ndodhur kjo gjë. Kurse bujari dhënsi do thot, na merr pjatën time, se shko mushi pjatë tjetrën, vetëm merr pjatën time. Kurse ai që ka dhuntin e administrimit çfarë do thonte?
ti shko merr kovën me leck, ti merr pjatën, ti merr këtë, ti merr atë që ta rregullojmë shpejt të rregullohet kjo gjë. Shiko, kështu duhet të jetë edhe kisha trupi i Krishtit, kur secili e pranon dhuntin që ka edhe e dhë në përdorim. E dyta është zhvilloje dhuntin shpirtërore. E zbulove që zbulove, tani rrite edhe zhvilloje. Dishepulli nuk është vetëm ai që di mjaftueshëm. Dishepulli është ai që atë që di e praktiko. Është duke mësuar gjithkohës, por atë që di e praktiko. Edhe si thash, dhuntia në fillim është në formë fare, prandaj ka nevojë të praktikohet, të kultivohet, të rritet, të zhvillohet. Është kjo është gjëja jonë, që ne të ndihmojmë secilin prej jush. Është unë, kushdo, Irida, Rimi, Bora, gjithë stafi janë këtu për të ndihmuar secilin prej jush. Edhe e fundit fare, e fundit është përdore dhuntin. Zbuloje, zhvilloje, përdore. Edhe kjo është shpresa e kësaj kishe, që secili do ta gjejë dhuntin, do ta përdor, e do ta praktikoj, e do sjellim ndikim. Siç thotë 1 Pjetrit, vargu i fundit. 1 Pjetrit 4:10. Gjithë secili në ICF, s'është ICF? Gjithë secili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë. Ama si kujdestar të mirë, të kujt? Të hirit, ai hiri që tham, të shumëfarshëm të Perëndis. Gjithë secili ka marrë, i është dhënë, gjithë secili le ta përdori me kujdes.